Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa daru salati wa tamu taslim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun e Madhreshëm, salavatin mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të përshëm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takohemi në këtë natë të begat, në këtë xhami të begat me lejen e Allahu xhalla xhelaluhu. Në radhë parë, pas falënderimeve të Allahut, falenderoj hoxhën tuaj dhe kolegun tim, Mulla Xhelën, i cili ne ka dhënë mundësinë që sonte të jemi së bashku të e përkujtojmë Allahun xhalla xhelaluhu. Pastaj shfrytëzoj rastin m'ja përhajru pjesën e re të xhamisë juve, këtë shtojsen që e keni renovu, nuk kam qenë, pasi që e keni renovu, kështu që uroj që herën tjetër kur të vi të gjej zgjerime të reja. E ju mos u nani të bëj amin, sepse në amin i ju kryet puna. Sa herë që kemi ardhur, kemi pas gjëra të reja, edhe kjo neve na gëzon shumë, dhe kjo tregon për kujdesin tuaj për shtëpinë e Allahut dhe angazhimin e hoxhës tuaj, nxitjen e tij, bashkërisht me ju që në fakt t'i plotësoni edhe kushtet që juve ju nevojiten si komunitet, edhe të ushtroni edhe namazin, edhe ligjërata dhe të tjera. Të ndershëm vëllezër, ne sonte jemi këtu pak a shumë spontanisht. Allah është përbleft tani hoxhën që më ka shti borx te ju. Gjithsesi që mundohna, ky është principi ynë në raport me ju, me që shumë herë mi taku në këtë xhami dhe me ju, t'i them disa fjalë që ndoshta ja kum thonë edhe në kalunën, kam qef dikush më mi thonë mu. Pra që i bie se nëse ja them disa fjalë, ato burojnë inshallah nga sinqeriteti dhe nevoja të cilën e shoh për të plotësu fillimisht vetë, e pastaj konsideroj se ndoshta edhe ju, qoftë edhe 1% të vogël, keni nevojë për këto plotësime. E duke qenë se jeta në tërësi është mësim vëllezër, unë pequj, po them në hyrje krejt, po mundohna me emërtu këtë mexhlis, këtë ndaj, këtë këshill, shkolla e përmirësimit. Shkolla e përmirësimit vëllezër, do të thoja në fillim që prej të mirave që Allahu xhalla xhelalu ne ka dhënë neve si rob të Allahut, është edhe kjo. Pra, mos harro. Prej të mirave që Allahu ne ka dhënë, është edhe kjo. Se Allahu e ka lënë mundësinë e hapur për të ndryshuar na. Allahu ka pas mundësi, sikur që i ka mundësitë absolute, me marrë një vendim, qashtu qysh je me nejtë të njetën. Kështë ka mujtë me ndodhë kjo. Qysh jemi me lind me një pamje, s'kish me ndryshu të në vdekje. Me lind me një gjendje, s'kish me ndryshu të në vdekje. Me lind me një bindje, s'kish me ndryshu të në vdekje. A ka mujtë Allah që ta me bë për neve? Ka mujtë, sepse ajo është Zoti, ajo është krijuesi. Prandaj, edhe këtu duhet me falenderu Allahun që Allahu derën e mundësisë së ndryshimit e ka lënë të hapur. Kjo është një ndër mëshirat, rahmetit e Allahut ndaj neve. E kur flasëm tani për shkollën e ndryshimit të vëllezër, jem me kuptu, jem të fol një shtrirje të gjerë, nuk kam për qëllim vetëm një kant të ndryshimit. Krejt, na kemi nevojë me ndryshu në pamjen tonë. Kemi nevojë me ndryshu në bindjen tonë, kemi nevojë me ndryshu në qasjen tonë, kemi nevojë me ndryshu në pikpamjen tonë, kemi nevojë me ndryshu në planifikimin tonë. Pra, mos harro se vëllezër, një pjesë e madhe e atyre, të cilët nuk i bashkangjiten karavanit të islamit, është pikërisht pengesë kjo temë, sepse nuk dojnë me ndryshu. Nuk dojnë qashtu me jetu me qato qasje, me qato bindje. Kurse Allahu derën e ndryshimit e kalon qelë
sot është njeri gjallë, derisa nuk i ka ardhur shpirtin fyt. E tash, kjo është një çështje që na drejtohet secili prej neve. Sa ne kemi ndryshuar në qasjen e bindjeve tona, pikpamjeve tona, qëndrimeve tona, për aq sa kemi ndryshuar në fizikusin tonë. Pra, na nuk jemi çata që jemi kanë. Nëse thotë dikush unë që 30 vjet që është hiç s'kom ndryshuar kur gjë, atëherë do të më thonë atina më kështu pak më shpesh pas qyre. Pra kemi ndryshojmë, pa paralel me ndryshimin fizik tonin, du të me ardhë edhe ndryshimin jetë. Pra po thëmë vëzër, nuk kam nëj segment veçant me folë për një pikpamje, unë po flasë si shkollë ndryshimit. Pra, mos ja impono vetë vetës qëndrimin në një qasje. Është një fjale urtë arabe që thëtë, lëvizja edhe heshtja jenë për vdekurin, jo për gjallin. A e keni pone kanë të lëviz, dikon për vdekurit të lëviz, ose të folë, të thonë marhaba, mirë sërë, se hecon për heret, jo. I vdekuri nuk flet, është i heshtur. Ndërsa, i gjalli, lëviz, flet, ndryshon e kështu me radhë. Pastaj o vëllezër, Islami ka ardhur me këtë alternativë. Pra, për të mirave që ka ardhë, në mesin e të mirave që ka ardhë feja jonë, që Allah në ka ndëru me te, Islami, është edhe mundësia e ndryshimit. Nëse nalmin historiografinë e burrave të mëdhenj që ka përshkruar historia, do të me folë me javë, dhe sigurisht ju keni ndëgju pa dyshim dersën nga hoxha ju, po aty këtu, po mundohemi me nxjerr ndonjë me shkput, ndonjë shkëndiz, që të mundohemi në praktikë të vendosim. Gjithsesi që, kur flitet për sahabët, në mesin e sahabëve, kur flitet për dhejtëshën e përgëzuar me xhenet, në mesin e dhejtëshit, kur flitet për 4 khulefat, në mesin e tyne, i prin Omeri radiallahu anhu, për qasjen e ndryshimit. Pra edhe në këtë temë, kisha me thonë, prap Omeri rënditet i pari, me çështjen e ndryshimit, sepse Islami e ka ndryshuar Omerin radiallahu anhu. E dini çfarë personaliteti ka qenë Omeri radiallahu anhu para Islamit. Edhe dini çfarë ndryshimi të madh ka bën Islami te Omeri radiallahu anhu. Vëllezër, me të vërtetë, jo vetëm unë, po të gjithë xhallarët kemi qef që kur t'i trajtojmë këto tema, mos mi trajtu veç për të thonë diçka. Nuk kemi për qëllim me mush orë. Nuk kemi për qëllim për të rrëfy. Kemi për qëllim vëllezër me marrë mësim. Omeri radiallahu anhu, Allahu ka zbrit ajete në Kur'an, i ka nominu idetë e tia. Mendimet që i ka pas, Allahu ka zbrit ajetin që ato mendime. E sa hadithi ka ardhë që i ka vlerësu qasjen dhe mendimin e Omerit radiallahu anhu. Kjo do të jepni, ose kjo qasje do të prek në ndërgjegjen tonë si besimtar, që vërtet personalitetin e qiti burrit do të me trajtu pak mirë më të veçantë. Te çështja e ndryshimit, gjejmë te Omeri ndryshim shumë interesant, prej një Omerit shumë të vrasht, radiallahu anhu, prej një burri që ka thonë mos ta kput udhën, prej një burri që ka qenë edhe i dhunshëm, prej një burri që ka qenë shumë i guximshëm edhe shumë trim. Konvertimi në Islam, vlerat ja ka majt, antivlerat ja ka ndryshu. Ka pas vlera Omeri, ka pas burni. Qatë burni e ka majt kur është konvertu në Islam. Trimnia që ka qenë, Islami ja ka miratu. Antivlerat ja ka ndryshu. Që kjo Omeri radiallahu anhu që me bo mja prish fjallin dikush ose mja prish qefin, ka përfundu skajshmërisht një gjendje shumë të ranë, sikur që e dini kur o konvertu në Islam, e dini qasin e ti me motrën e ti me dhëndrin, dhe më thonë, i ka rah, në mënyrë brutale, amo kur është brumos, dhe më thonë, gjendje e ti me imanin, kur ka folë për shembull, kur ka folë në mesin e rasteve që ka pun kujtohet tash, njëherë kur ka folë për meherin në hutbe,
me ul meherin, sa ma pak dhuratën e martesës, ullën e, u që një grua ka kundërshtu. E dini rastin. Një gru, u që ka kundërshtu, ka thonë, aja e ka mirën, e kam gabim. Që kjo ndryshimi, vëllezër. Pra, Islami ka ardhur me pranimin e ndryshimit, jo egon, a i diti ku shemon, a i diti sa shkollë ka mon, a i diti unë sa kam kënim, nuk shumë kësa në ishtë. Vëllezër, ndryshimin dhëtë me pranu se është i nevojshëm, madje i domosdoshëm. Pos me i tani në detajet shumëta që kanë ardhur. Ndryshimin e vëllezër e don Allahu xhela xhelalu shumë. Shumë Allahu e çmon ndryshimin. Çdo ndryshim për të mirë e kemi fjalën, që e bajmë e don Allahu. Çdo fjalë që kemi thonë gabim dhe tërhiqim, ajo na shënohet në favor tonin. Çdo bindje që ja kemi huq dhe përmisojmë, ajo krijon favoret e Allahut. Çdo veprim i yni që ka qenë i gabushëm dhe e kritikojmë vetveten, ajo na përmison neve dhe na çon përpara. E unë tani du t'i përmenit disa kritere që në ndihmojnë me u përmisu, me ndryshu. Ma i menti, unë e di që i moni me në krejt, inshallah, shka i flasun, po që i muni në një me shkru, ju vynë e herë. Pra, kriteret që në nevojitën për me ndryshu bindjen, qasjen, mendimin, iden, veprimin, e kështu me radhë. Pra, vëllezër, kjo është që shedin jo, kjo është një lloj mini seminar që të vynë ty si prind, ty si bashkëshort, ty si vëlla, ty si menaxher, e kështu me radhë të vynë këto, të gjitha segmentet e jetës. Pra s'po të hec me gruan, s'po të hec me fëmijën, s'po të hec me punëtorët. Mos pëjtash këtë ata me ndryshu ti me nejti njëti. Pra, këtë du të me ndryshu, se këtë e kanë gabim. Kokësi ideja, këtë gjemot e kanë gabim, veçone ka mirë. Këtë punëtorët e kanë gabim, veçone ka mirë. Nuk shkojnë gjanat kështu. Atëherë i bjen që duhet me ndryshu na, e pse qysh po i flasë disa kritere. Në radhë parë vëllezër, po flasim për shkollën e ndryshimit. Në këtë shkollë, sukur që mësojmë alfabetin. Pa e mësu alfabetin e librat, i bajmë për srani. Nëse nuk e mësojmë alfabetin, librat nuk dina mi lezu. Prandaj, nëse na nuk i kem parasysh që to kritere, ndryshimi nuk vjen. Në radhë parë, kriter për me ndryshu është vullneti. Me pas vullnet, dhe thot, e për me ndryshu, e na e kemi qujt, vullneti është piknisja e ndryshimit. Pra, nëse personi ka vullnet me ndryshu, ka qef me ndryshu, ka prirje për me ndryshu, ka andje për me ndryshu, atëherë krejt kushtet i afrohen për rreth. Pse? Sepse e kërkon pastaj ndryshimin. Pra, që këtë çështje nuk dën shumë trajtim, se cili me përkthy në vetveten tonë, ktheu në fillim kur ke fillu shkollimin, praktikimin e islamit e kështu me radhë, e ke pasur dashamir, ke qenë i njohurive, ka interesu me ditë elhamin mirë. E mësë me pas mësyti, mësë me pas vullnet me mësu, hala se të ishe falë, veç elhamin pa elham ishe falë. Ke pas vullnet e ke mësu elhamin, ke pas vullnet e ke mësu të hijatin, ke mësu këta, vullneti. Prandaj, merë vullnet, mos e hargjo asë njëherë energjinë e vullnetit. Energjia e vullnetit është një prej, kisha me dhe shtyllave esencialit të kësaj shkolle. E keni vërejt e kundërta e vullnetit është pesimizmi. Pesimizmi kush e mbjell? Shejtani. Për atë arsye Allahu e ka ndëshkuar pesimizmin. Thot Allahu xhela xhelalu wala tayasu min rauhillah. Mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Këtë ajet e ka sjellë në surën e Yusuf, këtë fjalë ka thënë Jakubi alayhis salam, ja ka thënë djemve vet. Shkoni, hani, kanë kalu do vite që Jusufi alayhis salam, jo e keni harru, unë si babë se kum harru. Hala ka thonë, hala në pleqni, hala për kujtën Jusufin. Wala tayasu min rauhillah. Kune ka dalë matematika tani me rezultat pozitive? Djemve babës, jo babës. Se u gjetë edhe Jusufi a.s. edhe Bunjamini e pranë të pasaj u bon këtë bashkë. Pra, që të nëzirën mësimit për qësaj o vëllezër.
Në asnjë formë nuk bën me hu pra çështjen e vullnetit. Ndryshimi o vëllezër nuk njeh mosh, as vend, as kohë. Mbrana kriterit parë jena të fol. Mbrana kriterit parë. Nuk njeh ndryshimi mosh. Mos thuj unë kum bë 60. Shpesh na hoxhallar kur folëm me xhamat. Pse filan vlla koshi mik, hajde në xhami, nesër xhumon. Inshallah që ta trit se puna jon marrë kur të kishë 40 vjet. Kohën më të mirë të jetës. Subhanallah. Pra, ndryshimi nuk njeh mosh. Ndryshimi nuk njeh vend as kohë. Pranohet ndryshimin, suksesi vjen me ty. Sa ka në mesin e juve, ose në shoqërinë tonë, ose ato që tani po ndëgjojmë nga bota virtuale, moshën 80 vjeçar pja nis me lezu Kur'anin. Ose po bën punë të mëdha, pra ndryshimi nuk njeh kohë. Kështu që edhe na që vim e falmi, ndryshimi nuk është për ata që s'vin xhami. Ndryshimi më së pari na duhet me pranu vëllezër. E pastaj bashkë me neve edhe të tjerët. E këtu në kodët që ti kriteri për parashtoj një pyetje, pse shumë njerëz i tutën ndryshimit? Pse shumë njerëz i frigohen ndryshimit? Pa, kur flasim që të pikë, me bo që ta shumë një sondazh shumë të shpejt, po besoj që e kalon 50% friga për të ndryshu. Ja la porin që shto. Pse s'pe ndryshon që të mendim? Pse s'pe ndryshon ulljen? Pse s'pe ndryshon qasjen? E kështu me radhë, kështu me radhë ideet e diqa, valla qështu ma mirë, ma komod po njëna qështu. A i së mirë heq, po i frigohet ndryshimit. Në radhë parë, arsyeja e mos vullnetit për ndryshu është paragjykimi. Pra e paragjykon suksesin. Jo vëllezër, derisa Islami ka thirrë me ndryshu, dije që suksesi vjen me ndryshim, jo me qëndrim të asaj që është do të gabueshme. Qëndrimi i gabueshëm, sjellja e gabueshme, mendimi i gabueshëm, bindja e gabueshme o gabim, me to s'ka sukses. Pra na unë po kam qef me i rreh këto tema në rrafshin praktik. Pra na po dojmë, thamë, sa ma mirë, sa ma shumë me u përmisu. Sa ka prej neve që ja huq me fëmijën e vetë? Sa ka prej neve, prej xhamatit, që ja huq në raport me edukimin e fëmijëve? Ose tonin e nartë gjithmonë, ose i vrasht gjithmonë, ose kërcnus gjithmonë, ose kritik gjithmonë. Sa ka për njëve? Valla dalëm këgja ka dallak. I përmena një 4-5, po që vish një për marë. Vazhdimisht kritik. Gjuha e kritikës qëndron studimit flasin të një pjesë e madhe atyni që dojnë me konë sa ma perfekt. Apo është qështu? Pra, kritikojmë na si prind, ose si bashkëshar, i kritikojmë fëmin për shka se bindja jonë është pozitive, njëti është i mirë, na dojmë fëmija me konë sa ma të sukseshëm. Ama kritika du të mu balansu, jo gjithmonë, se kur të prohët kritika, nëse mu i mja qilu një shembullit, i bjenë sukur këta mjek që pëthojnë nëse përdor shumë antibiotik, tani dikur vjen një kohë që mu antibiotiku s'ka vlerë. Nuk ep ato reakcionet e veta. S'ka ndikimu. Çka i bjen? Kritika du me qenë me vend lëzër. Për shambull, që e tash për e marrë një shambull, fëmija tash edhe pak e përfundojnë vitin shkollor. Edhe nëse fëmija nuk ka të regu sukses, qefi i jonë është me 5, të ju me 6, duke da? 6, cila ke ma e nalta? 6. Për shembull, fëmija nuk e ka suksesin shkëlqyshëm, e ka mesatar. A e ka kry më mshel viti shkollor, a e s'mund sot me ta kry ty, me ta përmisu. Epi vullnet, të lumt, mashallah, je rrit për një vit, e ke kry edhe këtë klasë. A pëshesa mirë është, qëra i ke punu, tani ka pak, ke mujt që të dhe pak më mirë. Vitin tjetër, inshallah, që të dhe pak më mirë. Pra, miratoja, ato që e ka bon. Pse? Se e ka përfundu. Po fëmiju duhet mu inkuraju. E fëmiju e regjistron tani që po, kjo është mirë, po dhe që të budur ka me shtu pak. Nëse bojmë të kundërtën, ti kur s'ke mësu? Ti ngelcani e konë gjithë. Ti qështu i pavyni e konë gjithë. E së pare ti këmë dhonë, qëre shkaj një vjetë, qëre djali filanit.
Këto vëllezër nuk janë gjuhë e përmirësimit. Pra unë e përmana një shembull e tani ju e dini mos o shembull i kemi. Një prej arsyeve që da që kemi të vulltash, pse shumë njerëz i frikojnë tham çështjes së marrjes vendimit për ndryshu. Halat e pika parin të vullë, dhe kriteri parë. Arsyeja e dytë është mentaliteti. Mentaliteti që ashtu është, unë së ndryshoj, që ashtu Allah babë dhe gjysh e kena pas. Na nuk ndryshojnë shpesh. Na njëherë në 300 vjetë ndryshojnë. Jo, vllazni. Islami ka për çdo ditë më në ndryshu. Madje për çdo namaz pak, qoftë edhe me 1% të vogël më në ndryshu. Tash, na shqyqër Zotit që se kalon Allahu në fund ditës kur ta falë mjatsin, në e farë barametri me matë sot se kena ndryshu, se kalon Allahu. Amo parimisht djetarë thonë që ma çdo namazit me kom pak ma të mirë se sa para namazit. Këtë ditë me kom pak ma mirë se ditën e kalon, këtë vit pak ma mirë se vitin e kalon, e qështo. Pra vëllezër, mentalitetin duhet me ndryshu. Çdo mentalitet i keq, a i mbetet i keq. Duhet me ndryshu mentalitetin, mendësinë. Na shpesh herë jemi të varur prej mendësisë. Nuk du me hitash në aspektin psikosocial, po kjo është rregull që i cekin studiosët, që mendësia përcillet. Pra, është normale, një prej faktorëve për shembull kur trajtojmë atje, idetë që i ka njeri, ka i kena marrë. Për shembull, nëse e çon pe çoj edhe një pyetje, nëse i kisha bën një sondazh të shpejtë, idetë që i ki, tjetës tane, të fesë, të shkencës, krejt çka ki, ka i ke marrë. Dikush me 2 fjale përmbyll, unë një pe ceki, një pe shumë aty në fajlav, pe dyrve, një pe ty një prind. Dera parë e informatave që na i kemi shti prindjen. Sepse pi moshës 0, dhe në moshën 5 vjeçare, 95% e kulturës mirët për prindve. Kush janë që ta prind? Na jemi. A jem na së dusht mjaftueshëm për me prodhu një fëmijë të plot, tani kemi mbetet çështje na me fol me vetvete. Pra i bie që do të më ndryshu mendsinë për më ndryshu atje, do thotë çështjen e shkollimit të përmirësimit. Pastaj vetdia. Vetdia është një faktor, brenda kriterit parë jam të fol. Do të më ndryshu vetdijen, me u vetdisu vëllazër. E keni vërejt, vetdia bën pjesë vullneti për më ndryshu, po ka njëherë vinë edhe normat. Për atë arsye, për shembull, feja islame nuk është krejt për shembull histori. Feja islame nuk është krejt humor. Për shembull, xhamati gjithmonë mi tregoj tregimi bën me uqesh, se kështu s'kish me kanë para edhe po ka raste ku është do thot për më relaksu, ka raste që përshkruhet pjesë historike, ka dhe norma ndëshkuese. Për shembull, ato norma ndëshkuese për çka janë ardhur? Sepse vetdia është e ulët. Pa e vendos një normë, ai domon nuk e di ku fini. Por na po vlasmi njerëz si musliman tani abi të shembull këtu vendin ku jemi, këtu jetu, ku jeni jetu, në musafir. Për shembull, nëse njerëzit nuk do të kish pas norma ndëshkuese, gjithsesi që vjedhja si shnal. Po ka norma ndëshkuese. Edhe të gjitha ato veprime që janë me norma ndëshkuese, pse kanë ardhur? Sepse mundësia e njeriut për me vepru është shumë e madhe dhe pasioni. Ka pru Islami norma ndëshkuese. Çito me bë e ki që ndëshkim. Po këtu për shembull, qysh për shembull unë vi pak si rrallë, dikush ndoshta për herë të parë, pse për shembull në rrugë s'po gjejmë këtu për shembull çebapat duhanit. S'po gjujmë këto letra, pse s'po gjujmë? Unë për shembull për herë të parë po vi edhe po bëj çit pyetje. Nëse se kisha ditur në arsyeën, do të thonë kish shku menja me thonë këta secili pikë tyne i pastron rrugët. Tu kaluaj kur tash e kape gjun. Jo. Është atje një normë dëshkuese kanë bën këta që kur e gjuntin çebapin e duhanit, atë mbetjen, ky ti çet në 100 franca dënim, ose livorën e bananës e gjun për shembull priton me shtinkese, gjun për ditare, ta e kënin dënim, herën e dytë, por një bananet kushton 100 franca, nështë urrit, s'e di bona kjo urrit se unë po flas, unë kur jam kon para 20 vjetë këtu. Pse çike normë dëshkuese? Se çike normë dëshkuese ka pru pastërtin këtu. Apo çto janë rregullat. Atëherë bjen që na do të më ndryshu edhe vetdijen. Pastaj
çështja që shumë njerëz pritojnë me ndryshu janë edhe krizat mentale. Stresi, fobia, ankthi. Këtë këtu ndikojnë me ndryshu. Pse tutet? Je mësu për shembull një qendrim, edhe priton me ndryshu. Jo, duhet me lana këtu, s'kem nevojë mund ndiku prej faktorëve të jetës, po duhet me pranu ndryshim. Që kishte kriteri i parë, vullneti. Kriteri i dytë, të shkolla ndryshimi vëllezër fillon nga ne, jo nga tjerët. S'ka mundësi me ndryshu fëmia pa ndryshu prind. S'ka mundësi me ndryshu nxënësat pa ndryshu mësuesi. S'ka mundësi me ndryshu xhamati pa ndryshu hoxha. S'ka mundësi me ndryshu punëtor pa ndryshu menaxheri. Vëllezër, kjo është rregull. Pra, që kjo është rregull sepse çita rregull e ka një Kurani. Allahu xhelle xhelalu në Kur'an ka zbrit ajete: Ya ayyuhalladhina amanu aleikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. O ju besimtar, merruni me vetveten. Juve nuk ju bën dëm lajthitje të tjerëve pasi që ju jeni udhëzuar. Pra, mesazhi që duhet me nxjerr këto është: Allahu na drejtohet neve. Ju ndryshoni, me juve kanë me ndryshuar të tjerë. Ti si prind ndrysho, ti falo, fëmijët ndjek. Ti mos bën gabime, fëmiu ruhet. Jo me përdor të kundërtën. Për shembull, ai prind që bëni ndalesë, për shembull është duhan pjers. Kur ju e flet fëmijëve, mos e pini duhanin. E kur të pyet fëmia e babti, mkamet, që nuk e di mkamet që është 20-30 vjet. Na çështë babë babgjyshe që na pi duhanin, a mos vën me pi? Jo, na i të fol për ndryshimin. Na është dashur një vjet përpara mi fol vetit, me lan tani. Kur ti folën fëmijët, mos me pi duhanin, ai prapë më thonë, pse ti babë ke pi, po e kum pi, po e kum pa që gabim. Mirë paski. Pra, shumë njerëz vëllezër e mohojnë ndryshimin, e ka të tjerë që e kanë qef, po ja sugjerojnë të tjerëve. Valla mungu mirë me se bën ti çita. Kur të këshirsh vetaj, domethënë nuk është në rregull. Pra i bie që normat e Kuranit të vëllezër kanë ardhur, shkolla e ndryshimit fillon nga ne. Na pra vëllezër, duhet një herë për gjithmonë, nëse do me qenë suksesshëm, si individ, si familje, si komunitet, duhet me ndryshu. Na e pastaj më marr me të tjerë. Gjithsesi që ka ajete të shumta, është një ajet universal që hoxhallarët shpesh e përmendin, që ky është pak më i gjanë, po është standard. Inna Allahe la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një komuniteti derisa ata të ndryshojnë gjendjen e vetvetes. Pra, këtu flitet pak më gjanë, flitet si komunitet, si shoqëri. Elhamdulillah, na si shoqëri, pra kur bëjmë sondazhe prej para 20 vite, 30 vite, ka ndryshim në shoqërinë tonë shqiptarën tërsi, kosovarën veçanti, ose kudo që jetojmë ne si shqiptar musliman, a ka ndryshime? Ka ndryshime. Po a kem nevojë hala? Po kem nevojë hala. Por për aq sa kemi investuar në ndryshim, edhe kem ndryshimin. Një kriter tjetër i shkollës së ndryshimit është, duhet ta kuptojmë se çdo ndryshim ka çmim. Që ky çmim është në favorin tonë. Pra, çdo ndryshim ka çmim. Kur të ndryshosh për me bërë diçka të mirë, ke çmim. Kur të vendosësh me lanë në diçka të keqe të ndaluar, ka çmim. Kur të vendosësh me ja përcjell çat ndryshim dikujt, ka çmim. Gjithmonë paguhet. E çita vëllezër nuk mundna me gjetë kërkun pos te Allahu, pos në Islam. Për shembull, dikush prej neve me u bë i mirë në punë. Për shembull, do ke vënë në punë, kur të vëren menaxheri në fund të vitit, për shembull, thotë qëre ti pak diçka më shumë se je kon më i mirë, ke ndryshuar pak, i ke dhënë zor pak më shumë, edhe në fund të paguhet me çmim, domethënë material, me parë. Kur çdo të vjen mirë, subhanallahu, po te Allahu kjo ka shumë benefite. E tash, tham, unë i përmenda 3 lloje ndryshimit. Çdo ndryshim ka çmim, ndryshimi për të mirë. Sa hadithi ka ardhur, për shembull, që këto hadithe e keni dëgjuar shumë herë, në mesin e tyre thot pejgamberi sa men hamma bi hasana. Kush ka ambicie me bani të mirë, veç që ka ambicie me bani të mirë, te Allahu i shënon në sevap.
A më hoxhë, unë e kam nuk du me rajt vetë vetën, unë ja e bëj, ja se menoj heq. Që kjo është gabimi. Kjo është gabimi. Na o vëllezërat, të nejtë ullë, veç që bojmë planifikim për të mirë, ti të Allah është përblesh. Pse? Jetu menu me bo mirë. Për shembull, këtu hynë shumë qka, po i sjellë disa shembuj. Sa hadithin e kemi, madje ky hadith është thonë 2 ose 3 ditë para se me vdek pejgamberi sonë. Mos ndodh me vdek dikush për juve, vetëse le ta rregullon mendimin me Allahun. Le të mendon mirë për Allahun. Jetu nejt, mendon mirë për Allahun. Kjo është ibadet. Është lloj ibadetit. As ka nevojë avdes, as ka nevojë mu kthi pikible, shtrat, shtrit, ulur, çfarë depozite. Mendon mirë për Allahun, shkruan sevapet. Planifikon me bë mirë diçka, shkruan sevapet. E shumë të tjera. Pastaj kuadrat që ti mendimi ai hin në veprim. Çdo punë të mirë që bën është ndryshim, sikur për shembull themin që Ramazanin e fundit e vendosëm që masi që banëm në 1 muaj Ramazan me fal namaz taravive dhe të natës, bëti 2 recate i falmi mas Ramazanit. 2. O bani ndryshim. Alhamdulillah, e kemi shtin në planifikim, në program. Pra e dënë Allahu këtë shumë, ju dini hadithin që pejgamberi sa madje e ka cilësu pi punëve më të dashur të Allahut. Qoftë ndryshim i vogël, e habbul a'mali ila Allah. Pra, për punëve më të dashura të Allahut xhela xhelalu. Edwamuha wa in qall, ato që të vazhdueshme edhe nëse janë të vogla. Dhikrin, si keni të gati, që Ramazan ke vendos, dhikri është mbrojtje e muslimanit. Edhe e ke kuptu çfarë vlerë ka, e ke vazhdu mas Ramazanit. Alhamdulillah është një ndryshim. Pagush për këtë çmim të jetën, tani nëse jam sa dikuj, pagush edhe para ta kështu me radhë. Ndryshimi i dytë është kur e lëni të keqe. Ndryshimi i dytë, çmimi që është kur e lëni të keqe në diçka që se don Allahu xhelle xhelalu. Ktu po du me cek fjalën e pejgamberit alayhis salam ku ka thonë ai i cili menon me bëni të keqe edhe nuk e bën, i shkruhet Allahu një shpërblim. Ka ardhur me një transmetim, ai që mendon me bëni të keqe, po e lën ata nga frika ime, Allahu ja shkruan një shpërblim. Pra, që është ndryshimi, që është stopimi i egos. Ndryshimi i tretë është mja përcjell tjerë, më bë sebeb na shkaktar tjerë më përmisu për neve. Tani këtu pa hesapën ndryshimi edhe shpërblimi. Pra, kuptohet që kjo çështje është shumë fundamentale dhe shumë e rëndësishme, ndoshta shumë shembuj kisha me cek këtu, po e cekin shumë pika të shkurtë rastin e Sa'd bin Muadhit radhiyallahu anhu. Sa'd bin Muadhi flitet dikun 6 vite i ka në Islam. Amo Sa'd bin Muadhi kur ka vdek radhiyallahu anhu, kur çdini është dridh arshi i Allahut. 6 vite në Islam, 6 vite punë, 6 vite të plota. E dini historikun e funit jetës Sa'd bin Muadhit radhiyallahu anhu. Personi, kisha me thonë, personi ma final për vendimarrje në rastin atje të bëni kurredhat, vendimi i tij. Kryesorja mjafton ajo që ka fol pejgamberi sallallahu për ta, që do thotë hadithi është i njohur, ka thonë mindilat, faculetat e Sa'dit në xhenet janë më të mirë se dynjaja dhe keq akokja. E kallëzoni faculetat për çka duan. Faculetat, Zoti ju nderoft, janë për mi fshihund. Faculetat e Sa'd bin Muadhit janë më të mirë se dynjaja dhe keq çka kanë ta. E tash, për 6 vjet që to, ky është ndryshimi vëllazër. Ky është ndryshimi që ka pranuar Sa'di radhiyallahu anhu edhe ka startuar. Pastaj të ndershëm vëllazër, për kriteret për me ndryshu, mirë me ndryshu, është që kur dush me ndryshu, mos i nxito rezultatet, mos i ngut rezultatet. Se shpesh herë na dojna me ndryshu, po i ngutim rezultatet. Dojna shpejt me ndryshu, dojna shumë me ndryshu. Ndryshimit ka rregulla, po i përmeni këto disa rregulla. Në radhë parë, nëse dojna me ndryshu, uli pritshmëritë. Te kjo pikë ka shumë me folë, po më jep disa shembuj të përditshëm që i kemi përditshmëri. E ka vërit dikush për juve për shembull kur ka ardhur për herë të parë në xhami. Pa marrë parasysh çfarë moshë ke ardhur në xhami. Për herë të parë kur ke filluar më fal me në xhami, ke menuar që këta keq që në para me këta në melaçi. Edhe këta zgabojnë. Apo
ke pas një pritshmëri jashtëzakonisht madhe, filani shku haxhi, filani që 20 vjet i shfal. Pra, mendësia është që këta zgabojnë. Dikur kur e ke marrë vesh e pas ka bën një gaf, një gabim ky, tash për tokë të bjen besimi i ai person. Kjo gabim, oli pritshmërit. Ti don me ndryshu, oli pritshmërit. Çka i bjen kjo? Ka pak. Mos i merr me hyjim gjanat, se ndryshimet që do thotë veprimi që u pjek, ai nuk ndryshon për një herë. Edhe nëse ndryshon, kemi ndryshu përkohësisht. Për atë arsye vëllezër, edhe në mësimit të Ramazanit. Shkolla Ramazanit na përcjell te Ramazanin tjetër. Pse në Ramazan po ndryshojnë shumë mas Ramazanit pikthehemi apet, shumicës të atyne para Ramazanit. Sepse ndryshimi bëhet i shpejt, nuk po bëhet për 6 muaj që kanë pas sahabët. Ju keni dëgjuar këtë thënie. Sahabët 6 muaj para Ramazanit vazhdimisht lutja o Zot, mundsona me prit Ramazanin, mundsona me apo hojë Ramazanin, e kështu me radhë. Pra një para përgatitje. Para atë arsye ata kur kanë ndryshu. Pra i bie të ndershëm vëllezër, uli pritshmërit. Pastaj nëse dojmë me ndryshu, mos i vendos hapat e mëdhaj. Ka pak. Ndryshon ato gjëra fillimisht që janë obligative. Ndryshoj ditë, ndryshoj bindjen, ndryshoj çasjen, ndryshoj komunikimin, e kështu me radhë edhe vjen të rezultati. Pastaj na themi prakën tokë, jetoj jetën reale. Pra, kur dush me ndryshon gjanat që janë të kohës, në gjanat që janë të jetës, në gjanat që janë përditshmëri. Pra, na mësojmë për shembull për Omerin radiallahu anhu, Abu Bekrin radiallahu anhu, tjerë. Por nuk ka patjetër që nëse na nuk i bëjmë njëjtat vepra si te Abu Bekri dhe Omeri, s'kena bërë kurrë. Jo, na mundohemi me ndjek rrugën e tyre. Mundohemi me i pasu për në takat tonë, mundësit tona. Kjo të monë konstant. Pastaj, duhet me te kalu frikën për me marrë vendim për me ndryshu. Pra, pa e te kalu frikën e cila dominon të shumë njerëz, jo se me ndryshu, mos po ndodh diçka. Jo, duhet me te kalu frikën, vjen ndryshimi. Pastaj përmend edhe një kriter tjetër, për me ndryshu të shkolla ndryshimit, vendosmëria vëllezër është sekreti i ndryshimit. Me pas vendosmëri, jo ma sikur se Ramazana tjerë, jo sikur se haxha tjerë. Sa herë na shku numre? Pyet vetit. Sa herë jam të fal namaz? Na thamë, do të më kom pak më të mirë mas çdi namazit. Për shembull, nëse i kem do gabime që po na përcjellin, jo çasja mirë me njerëz, nervoza pak e tepër, toni pak i tepër, do të më fol vetit mas çdi namaz inshallah kam u përmirësuar, lutja Allahun sejdë. Pra, me pas vendosmëri është storje e suksesit. E çka i bën me pas vendosmëri? Me pas vendosmëri në radhë parë i bie mi mbështet Allahut. Jo në forcat tua. Nuk mundna na me ndryshu bindjen tonë pa dashur Allahu. Për atë arsye vëllezër, këtu hyn ai citati kuranor ku Allahu xhelalu xhelalu thot: "Wa ma tawfiqi illa billah." Suksesi më varet pe Allahut. Pra ndryshimi është sukses. Atëherë, lutë Allahun, Allah me ta ndryshu çat gabim që e ki. Për shembull, hajde nalu bën rezumin vetveten tonë. Një gabim që po të përcjell se 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet, a kemi si gabime? Kem ka pak. Kem do gabime që ato janë gabime kanë herë nditen atë gjunohat. Hajde hoxha, mundesh një më thon gjuhën apo mundna menor? Jo ti bes menor me hiç. Gjuhën e përgojimit. Po synin, sa pe falenojmë? Me synin kena thonë, sa t'jem qut, kena problem. Sidomos tash me rrjetet sociale, apo? Edhe aty tani, po shumë qka. E me ta largu Allahu gjunahin, mës mi këshyrt në dalunit, a ka të bëj me ty si person që shek jamnin, apo me bindje? Ja, me bindje ka të bëj. E për bindje, kuna do të me drejtu? Allahut. Prandaj, nëse dërë me ndryshu, të thot, duhet me mbështet Allahu xhelalu xhelalu. Me pas guxim, çështja e dytë, këtu me pas guxim për me ndryshu, çështja se ku marr, jo me dominu frika, po me pas guxim, sepse frikën në ndryshim e mbjell shejtani. Çu thot Allahu në Kur'an, inna ma dhalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya. Vërtet ajo është shejtani djalli i cili mundohet me ju frikësu. Pse?
se ndryshimi të disa njerëz lën pasojë. Pastaj, nëse do me ndryshu pra të çështja e vendosmërisë, mos me pas neglizhencë vëllazër. Shumë sa ne i neglizhojmë. Hajtë se nesër inshallah. Hajtë se Ramazanin tjetër. Hajtë se shkojnë mot në haxh ose këto ose këto. Jo vëllazër. Gjërat do thotë nuk bën me neglizhu nëse duam që të jemi të kujdesshëm. Këtu po duam të cekni një çështje të rëndësishme me Ademin alayhis salam, që Allahu xhelel xhelal ka përmendur në Kur'an. Dietarët islame kanë trajtuar në dimensione shumë interesante çështjen e nxjerrjes së Ademit alayhis salam prej xhenetit. Vendimi takon Allahut, po na nxjerrim mësime. Allahu xhelel xhelal në surat Taha kur përshkruan këtë çështje thotë: "Wa laqad ahidna ila Adama min qabl fanasi wa lam najid lahu azma." Allahu thotë, ne pa të marrë një lloj premtimi për Ademit, pra mos më afro pemës ndalune. Çfarë po thotë Allahu tani për Ademin? Fanasi harroi. E dyta, wa lam najid lahu azma, nuk gjetëm vendosmëri të ai, nuk e i vendost. Pa hyrë shumë në detaje se çit ajet ose çit ngjarje, domethënë kam qef me nxjerr mësime, po për shkak kohës të ngushtë po i nxjerr vetëm diçka prej tyne. Allahu po ne e porositëm Ademin, kujdes, mos u afro kësaj pemë, harroi. Edhe harresa në këtë rast është evidente vëllazër. Po sjelli shembull dhe ju krahasim. Kur je shkuti me një vend që je fascinu, ta ka, domethënë, të ka mahnit bukuria e çatij vendi. Ku shkon mendja? Shumë sa ne harron që ke pas me kryq aty. Pse? Të mashtron bukuria e çatij vendi ose me kon ballafaqosh. Llogarit Ademi alayhis ka një xhenet. Qysh se ka befasu bukuria e xhenetit. Edhe i ka harru. Pra që kjo kuptohet. E dyta, nuk gjetëm, po thotë Allahu xhelel xhelal, vendosmëri. Nuk e i vendost sa duhet me majt premtimin, ose, domethënë, porosin që ja kemi dhënë. Kryesore si rezultati që soi po thotë Allahu dul pi xhenetit. E na duhet me nxjerrë si mësim që nëse nuk jemi të vendosur, privohemi pi shumë gjanave në jetën e kësaj bote. Pse? Se nuk kemi pas vendosmëri të mjaftueshme. Të fundit peceki, për shkak se shkoj gjatë kriterin e fundit, se ka më disa kritere, nëse dojmë ndryshu vëllezër, duhet me pas besim në vetvete. Pa pas besim në vetvete, nuk mundesh me ndryshu. Ja bes, s'muj me kryu në këta. Unë këtë zanat, s'muj me kry. Filane kesh kry këtë lere, pa monë, s'muj une. Ai me që marrë, ai djali kona është ai. Gabim o vëllezër kjo, duhet me pas besim në vetvete. Kur kish besim në vetvete, vjen ndryshimi. Pse? Se qatë mundësi që e ka ai që e ka kry qatë kurs, e ki dhe ti. Qatë mundësi që e ka filani, që e ka te kalu një problem, e ki dhe ti. Qatë mundësi për shembull që e ka pasaj një gjynat njetin me ty, që e ka largu, e ki dhe ti. Qatë favor që e ki ti me boni një sevap, që e ka pasaj, e ki dhe ti. Pra, duhet me pas të ndershëm vëllezër besim. Pra, kjo është një armë e fuqishme. E tash, mas që është armë e fuqishme, qysh me arrit pra me kriju besimin vetvete për me realizu ndryshimin. Çka do të me bëj? Në radhë parë ndërprej ankesat. S'ka ndryshim me ankesa. Valla besfedi, dyqysh, shtiru bon, nuk ka mundësi kjo, pse bes po falesh, valla nuk e di koma, dora, pse s'po shkon haxh, nuk e di dhe shtëpia të i marru, fëmin të i martu. Këtë ankesa. Vëllezër, pa i ndërprej ankesat nuk vjen ndryshimi. Pastaj, nëse dojmë ndryshu, duhet mos me leju më në udhëheq egoja, nefsi. Si ta bësh imam nefsin, s'ka mundësi me ndryshu. Ata që e lëshojnë krejt, kështu e lanë të lirë, egon, qefin, mja bon çdo sen, s'vjen ndryshimi. Pra duhet na me dominu mbi egon. Pastaj, nëse dojna me ndryshu, duhet me punu me logjikën e suksesit, jo dështimit. Pse? Sepse tham Allahu xhelel xhelalu deri sa kalon deri në çelin ndryshimit, ndryshimi është i mundshëm. Pikën e fundit që beceki është, nëse dojmë me ndryshu, do të me harru të kalunën vëllezër. Pa e harru të kalunën, nuk mundna me ndryshu. Po do të mundu që deri sa, e dini hadithin e pejgamberit alayhis e tawbatu tahjubu ma qabla. Tawbja e mbulon të kalunën. Psikolog thonë, çdo mendim i të kalunës që është jo i mirë,
ta pengon suksesin e tanishëm dhe të ardhmes. Kështu që mos u merr me të kalunën derisa Allahu ta ka falë të kalunën. Madje ju dini fetarisht, veç me mendu që Allahu s'ta ka falë një gjëna që ti e pendu, ti e rrezikon pozitën të Allahut. Sa ka kështu musliman që menojnë, që neve pyetje na bojnë, thot hoxhim pendu pe çti gjinahi, por nuk pe dia ma ka falë Zoti, po më rrin mend të çaj gjinahi. Pra, kjo çështje është gaflet, kjo çështje është gabim. Pra, do të me mbyll të kalunën për me arrit të ndryshimi. Këto ishin disa prej këshillave se përket shkollës së ndryshimit, gjithsesi mbetet kjo pikë e hapur ose si shkollë për të trajtuar, mirë po me shpresë se sa do pak të ndikojmë inshallah te vetvetja dhe te kjo. Allahu na bëf prej tyre që ndryshohemi për të mirë dhe bëhemi shkaktar me ndryshues të tjerë për të mirë. Zoti ju shpërblet për vëmendjen, alhamdulillah.